Sigurisht mund të kishte një ndryshim. Okej, shkojmë tek tabelat e tjera, janë dhe dy tabelat tjera, cilat do t'i shohim, atër Facebook rënditje si pas numërt, ja, këtu të like-et dollëm. Do më thënë, nga sponsorizimet i kanë marrë këto like-et këta? Kjo është tani pyetje shumë nuk e dim. Se e bërë edhe më përpara. Tani, faktikisht, shikueshmëria me likes ka një proporcion të caktuar. Ndoshta mund të ketë qenë dhe mesazhe, videos shumë interesante, ose i ka prekur njerëzit dhe kanë bërë like-un. Por, normalisht, është gjithmonë për të dyshuar numri likeseve, nëse ne nuk i shikojmë listën e saktë në kush janë këto persona që i kanë bërë like, a janë njerëz të vërtet, mund të jenë blerë të tjera. Kështu që këto janë të dyja teoritë, nuk e di. Më duket e çuditshme Edi Rama me 1000 likes për të thënë vërtetën. Do thënë nga statistikat që njohen që kanë parë unë të ketë Agron Shej 8 herë më shumë likes, është e çuditshme. Pse duhet ti, për shembull, e marrim si në mënyrë hipotetike, pse duhet ti blen like-et nga India, ndërkohë që mesazhi duhet shkojë tek qytetarët shqiptarë se janë zgjedhjet? Se mendojnë duke pasur një shifër shumë të lartë me likes te një video, mund të ndikojnë. Do ndikohet dhe do mendojë që ky mesazh që ka vërtet i pëlqyer nga një pjesë shumë e madhe e popullatës. Okej, shkojmë, kalojmë tek e dyta. Tek një tjetër tabel që kemi përgatitur në Instagram, rënditja si pas ndër veprimit total. Në Instagram tani kush? Atëherë, Sali Berisha kemi këtu. Po, Instagrami janë ndër veprimet në total, që janë likeset, postimet dhe ka një interaktivitet shumë të lartë, që do më thënë, dhe personat që e bëjnë share videon të familjarët, të shoqëria vetë, te Sali Berisha është shumë e lartë. Te Sali Berisha. Sidomos në Instagram. Po e pam edhe te grafika e më pashme, Sali Berisha është goxha lartë, që me 6800 likes në krahasim me 8100 të Agron Shej. Pse? Se gjithmonë Sali Berisha ka ndjekur, ose dhe ato adhuruesit e tij ndjekin një strategji që është goxha revoltuese ndaj, themi, të tjerëve që nuk do votojnë në Partinë Demokratike. Kështu është normal që edhe interaktiviteti është shumë i lartë. Ka marrë shumë pesh i Instagrami në këto shpërndarjet, po ta krahasojmë me Facebookun? Po, Instagrami e shpërndan shumë shpejt mesazhe, në Facebook është më shumë interaktiviteti i komenteve. Okej, shkojmë tek tjetra, ti kaloj një nga një si pas rënditjes që ne kemi bërë, këtu kemi Agron Shejën, pra për Instagramin dhe ndërveprimet. Po. 14.000 likes, 138 postime, interaktiviteti lartë edhe Sheha, jë? Po, fix, ka pasur një postimet kanë arritur 92% më shumë, se sa ka pasur ai përpara periudhës zgjedhore, dhe këtu e kemi 14.000 likes kanë mbledhur në Instagram. Prap këtu ka arritur pozicionin e dytë. Të dytit. Që e ka i të mërshë për rrjetet sociale, pas ka sponsorizuar shumë. Po, sigurisht. Shkojmë tek tjetra të shojmë si pas rënditjes. Atëherë, kemi Edi Rama. Edi Rama, i treti. Si ka mundësi, Rama nuk s'është marrë fare me sa duket. Jo, është marrë. Me sponsorizime ka i shumë. është marrë, dhe më thonë të dyja partit... E ka të rritur vetë. Të dyja partit kanë faqet të caktuara dhe për fushatën, dhe nuk është vetëm Edi Rama e Sali Berisha, është një tim Edi Rama dhe tim Sali Berisha, të cilat kanë hedhur goxha shumë video, që nuk kanë qenë ndoshta edhe në linjën direkte se çfarë ka komunikuar Rama personalisht, por kanë qenë më shumë meme ose video sqaruese. Dhe çka ka ndodhur, Rama në Instagram ka ndjekur linjën e vet, dhe nuk ka qenë gjithë fushatë e Partisë Socialiste, por ka qenë ai vetë po individual, po. Po, dhe prandaj këtu rënditet i treti. Mendojnë nëse do merrnin parasysh edhe video që kanë krijuar gjithë personat e PS-së, patjetër do ishte i pari. Okej, shkojmë tek tjetra. E kalojmë. Pra, ishte rënditja nga deri tek Rama dhe këtu kemi dhe Bashën, po. Kemi dhe Lulzim Bashën, po, patjetër. Se Bashën u bë dhe hit, u bë hit me byrek, me ato si DJ, me derrat për shkakun që e kishim në te video. Po, Lulzim Basha te ato statistikat e para nuk ishte asnjë vend, tu e kemi të paktën në vendin e 4. Pse? Se pikërisht videot e tij që kanë qarkulluar në Instagram janë ato që i pëlqejnë audiencës në Instagram. Janë videot si aty ku i ke shok 313-a e të tjerë. Po, populli pret. Do më thënë Basha pristi që populli të dëgjonte le temi platformën dhe jo këto. Nuk e di, ti pyesësh shumicën e popullit sot se cila është platforma e secilës qeveri, ndoshta na kujtohet më shumë ajo sa kanë ato pllakatat në autostradë Tiranë-Durrës se sa çka kanë thënë në këtë video. Okej, kalojmë shpejt.